Muaji tetor njihet në mbar botën si tetori roz, një fushat ndërgjegjësimi për kancerin e gjirit. Në Vlorë, Spitali Rajonal u bën thirrje grave dhe vajzave të kryen kontrolle të rregullta dhe falas, duke theksuar rëndësinë e diagnostikimit të hershëm. Mjekja onkologe Juliana Çuni, një herë dhe drejtori i Spitalit Rajonal të Vlorës, tregon për kushtimin dhe përpjekjet për diagnostikimin e hershëm dhe trajtimin cilësor të kancerit të gjirit në këtë institucion shëndetësor. Tetori roz është muaji i shpresës, i dashurisë edhe i forcës. Është një kujtesë për çdo grua që të kryejë ekzaminime të hershme dhe periodike për të zbuluar shpejt kancerin e gjirit dhe për të patur mundësinë për ta kuruar. Fatkeqësisht, trendi i kësaj sëmundje vit mbas viti është në rritje, jo vetëm në gratë e moshuara, por edhe në vajzat e reja. Kjo ka dy arsye kryesore të nxjerra globalisht. E para është ekspozimi që në moshë të vogël ndaj faktorëve kancerogjen që janë ushqimet e përpunuara dhe moshimi i popullatës. Spitali Rajonal Vlorë, stafi i tij është angazhuar që gjatë muajit tetor të mirëpres të gjitha gratë për të kryer ekzaminimin mamografik. Ky ekzaminim do të kryhet në Spitalin e Vlorës në një fashë të zgjatur orari që në orën 8 të mëngjesit deri në 6 të mbasdites. Lutemi dhe ftojmë të gjitha gratë që të vinë dhe të bëjnë ekzaminim. Ekzaminimi i hershëm të shpëton jetën. Në këtë nismë mesazhet nuk vijnë vetëm nga profesionistët e shëndetësisë, por dhe nga ata që kanë përjetuar betejën me kancerin nga afër. Shkencëtarja shqiptaro-amerikane Aseda Tena mbështet se fushatës të Vlorë ndan një histori personale që lidhet ngushtë me Spitalin Rajonal, si dhe iniciativën e saj për të implementuar në spital metodat më të avancuara për diagnostikimin e kancerit. Tani jam shkencëtare në fushën e grave, studioj sidomos veçanërisht sëmundjen e endometriosis që prek është një sëmundje ginekologjike që pret gratë. Në këtë kohë 1 nga 10 gratë është e prekur me këtë sëmundje dhe puna ime shkencore fokusohet në diagnostikimin, por edhe kurimin e kësaj sëmundjeve. Doktoratura ime ka qenë në fushën e kancerit të trurit, duke u përqendruar më shumë në genomic instability dhe DNA repair, që shkakton një nga mekanizmat e zhvillimit të sëmundjes së kancerit të trurit. Lidhja ime me Spitalin e Vlorës është personale, sepse mamaja ime u diagnostikua me kancerin e gjirit dhe u ktheva në Vlorë për të ndjekur trajtimin e saj. Duhet të falenderoj veçanërisht diagnostikimin dhe trajtimin e parë që u bë në Spitalin Onkologjik në Tereza, në QSUT, dhe duke vazhduar trajtime dhe kimoterapisë në Spitalin e Vlorës. Tani fal impenjimit mjekësor dhe infermieror midis Tiranës dhe Vlorës, mamaja ime gëzon shëndet të plotë. Nga ana profesionale dëshiroj shumë që Spitali i Vlorës të ketë një avancim më të madh në diagnostikimin e kancerave nëpërmjet avancimeve që janë bërë në Amerikë në rrugën molekulare, që quhet molecular diagnosis, nuk mund të jetë vetëm një patologji e thjeshtë, po në të njëjtë kohë të vinë edhe ilaçet e fundit që përdoren atje për kurimin e kancerave të ndryshëm. Objektivat kryesore të bashkëpunimit me Spitalin e Vlorës janë dy. Njëra është rritja e kapacitetit të diagnostikimit nëpërmjet aparaturave dhe metodave të sofistikuara që përdoren në Boston. Dhe së dyti është trajnimi mjekësor, so mjekët të vinë dhe të bëjnë një trajnim në spitalet amerikane kur njihen me metodat e fundit jo vetëm të diagnostikimit, por edhe ato të terapive të ndryshme që janë zhvilluar dhe përdoren në spitalet e Amerikës. Motivi im për të ndihmuar Spitalin e Vlorës nuk është vetëm profesional, por edhe personal, duke mbështetur nga historia e mamas time. Kjo është një evidencë konkrete që mjekët dhe mjekësia në Shqipëri mund të arrijnë shumë edhe kur kanë burime të kufizuara, por mendoj se qasja e mjeteve më të specializuara të arrijnë të krijojnë një kapacitet më të hapur për familjet dhe pacientët jo vetëm në Spitalin e Vlorës, por në të gjithë Shqipërinë. Irena Lançi, një nga gratë që ka fituar me sukses betejën me kancerin e gjirit, ndan historinë e saj për të dhënë kurajo dhe shpresë për të gjitha ato që po përballen me këtë sëmundje. Në
tetor të 2022-shit kam bërë check-upin në rutin që bëhet dhe aty u diagnostikova me kancer gjiri. Momenti I parë ishte shumë I vështirë për mua, për pjesëtarët e familjes, dhe më e dhimbshmja në gjithë histori ishte sepse një vit më përpara mami im ishte diagnostikuar me kancer gjiri dhe e hoqi gjoksin. Gjithsesi, kjo është një histori e kaluar. Unë të gjithë trajtimin tim e kam ndjekur në spital shtetëror dhe dua të falenderoj me gjithë shpirt gjithë stafin mjekësor, duke filluar nga doktor Tani, doktoresha Nila dhe gjithë stafin pasaj këtu në spitalin e Vlorës. Unë kam arritur në fazën që çdo 6 muaj duhet të bëj analizat e gjakut dhe nivelin e qelizave kancerogjene. Jeta është e bukur, ju lutem me patjetër duhet bërë kontrolli dhe check-upi çdo vit. Brikena Hoxha është mësuesja në një shkollë jo publike në Vlorë, e cila po kalon një trajtim intensiv me kimioterapi. Megjithatë, ajo vazhdon të jap mësim dhe të inspirojë nxënësit e saj, duke u kthyer në një shembull të vërtet force dhe përkushtimi. Diagnostikimi I hershëm është kryesorja dhe është çasti më I rëndësishëm për sa I përket kancerit në përgjithësi dhe sidomos të gjirit. Eksperienca, nëse do të flasim për eksperiencën time, ka qenë diçka jo e pritur, nuk është se e kisha shfaqje të diçkaja apo të ndonjë dhimbje të veçantë, por thjesht ishte ndoshta edhe një rutinë që ishte lënë pak pas dore që duhej bër. U bë, erdhi si një rufe në qiell të hapur, sepse ishte diçka që se prisja dhe as se mendoja ndonjëherë. Prandaj kryesorja dhe gjëja më e rëndësishme janë kontrollet. I quajmë gjërat ndoshta të pavlefshme sepse besojmë në veten tonë apo kemi një mirëbesim apo një vetbesim që në këto raste nuk është shumë I mirë për të pasur. Diagnostikimi I hershëm dhe sidomos kontrollet rutin është gjëja më e rëndësishme për të qenë vetë të sigurta, për të pasur qetësinë shpirtërore dhe fizike dhe ambientin që neve na rrethon, familjarët dhe gjithçka dhe gjithkush që na rrethon të jenë të qetë, të jenë dhe ata mirë dhe ne. Nuk na mposhtë asgjë. Jemi të forta mjaftueshëm për të qëndruar në këmbë dhe për të ringritur përsëri. Është thjesht ndoshta një pengesë e vogël, një sfidë e cila duhet kaluar dhe duhet përballur. Tetori Roz në Spitali Rajonal të Vlorës nuk është vetëm një fushat sensibilizimi, por një thirrje për ndërgjegjësim, kujdes dhe veprim. Çdo kontroll, çdo histori dhe çdo mesazh shprese bën pjesë e një betejë të përbashkët për jetën, sepse kanceri I gjirit mund të mposhtet, kur shoqëria zgjedh të mos hesht dhe gratë zgjedhin të mos presin.